Shikues të televizionit të UTA, jemi së bashku me ditë e re dhe vetëm pas pak çasteve do të shihni një studio më të bukur se asnjë mëngjes, sepse kemi piktura dhe vizatime të një vajze të talentuar, e cila do të na flasë sot për eksperiencën e saj mbi pikturat, por edhe le të themi për atë se si e bën të ndjehet kur ka në dorë një laps apo edhe ngjyrat e bukura. Së bashku me Teuta Spushën, të cilën do të flasim sot për talentin e saj, kam edhe asistenten Noemi Abazi. Mirëmëngjes, mirë se më vini në studio. Mirëmëngjes, mirë se të gjetëm, Dafina. Mirëmëngjesi, Dafina. Today it's my pleasure to have you here. Yes, okay. Faleminderit që ke ardhur sot. Noemi, jemi së bashku me Teutën për të folur ja ku kemi studion më të bukur se asnjëherë. Shohim vizatime të ndryshme. Edhe tani, ta filloj me Tutin? Po mirë, mundet. Tuti, për ty, kur ka filluar që të pëlqej vizatimi? Ku kam qenë e vogël, unë kam pëlqyer me vizatu unë. Edhe unë kur vizeten, unë gjete shumë e bukur, edhe kur vizeten unë. Kur mendon unë për me vizatu, e kalen stresi, heket stresi, po më për me relaksu. Dhe shumë bukur është, unë pëlqen shumë me vizatu. Is this your passion? Yes, it is my passion. Why? Because you know why? Because when I draw, it's like a very relaxing sensation, and the feeling is just like, helps relieve my stress, and it because with your imagination you can draw whatever you wanted, of course. And it will basically just make everything look very beautiful. Noemi ka qenë, le të themi, pjesë e ngushtë e rrugtimit të Teutës, jo vetëm në pikturat, por ndoshta edhe në përditshmërinë e saj dhe për të parë tani këto gjëra që ne i shohim sot. Për ty, si ka qenë ky rrugtim së bashku me të? Domethënë që nga dita e parë që më është caktuar Teuta si rast, unë kam pas që është një fëmijë shumë i veçantë. Edhe pse i gjithë stafi jonë në shkollë ka tentim që ta gjej atë pikën më të fortë, të themi, talentin më të fortë që ka nxënësit, unë mendoj se sidomos asistentet që kanë qasje edhe lidhje më të ngushtë edhe më të drejtë për drejtë me nxënësat. Kështu ishte edhe me Teutën, pra nuk ishte as pak e vështirë, sepse nga dita parë Teuta i ka patur të gjithë librat dhe fletoret e mbushura me vizatime të ndryshme nga të gjitha anët, me stilin e saj të veçantë anime. Regjia mund të ndihmoj pak me animet? Pa kuadrat më zgjeruara të shohim vizatimet. Teuta, çfarë është kjo? Pse animet? Pse anime, unë e përqen anime për me vizatu anime se adin është si njerëz me vizatu njerëz, por është deshka si titanë, si është ma letë për me vizatu. Kur pratisëm me vizatu anime, bella mune me pa ma mirë, ma shumë kur vizatet deshka si është me anime, ose deshka, bella mune pa... It's easy? Yes, it's easy actually, but like it depends if you wanna draw them or not. Like for example, if you want to draw something more simple, for example, like chibis, for example, like the smaller versions, and if you want to draw something that are more like full bodies, then you can draw like a full anime. For example, I guess like Naruto, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, and so on. Si ndikon arti, Noemi, për të shprehur ndoshta edhe emocionet? Arti ke Teuta ndikon më së miri. Domethënë qysh nga pikat e para që nxënësit tjerë sidomos kanë parë vizatimet e Teutës, ka ndikuar shumë mirë. Është shtuar vetbesimi, është shtuar dëshira edhe më shumë për të vizatuar. Mund të themi që është një ndër shtysat edhe një ndër pikat më të forta të Teutës. Ki parë reagime flasë reagime pozitive ndoshta apo emocione kur ajo e përfundon ndoshta një pikturë apo? Padyshim, edhe pse Teuta është një natyrë të them të drejtën që është pak e mbyllur dhe nuk ka dëshirë shumë që t'i tregoj emocionet. Emocioni dhe lumturia shihet në sytë e saj dhe qasja së saj ndaj njerëzve të tjerë, ndaj meje si asistente e saj. Cilat ngjyrat pëlqen më shumë, Teuta? Për ngjyrna, unë pëlqen me ba si temperat, edhe ta fumastera. Unë edhe janë shumë bukura, unë pëlqen me vizatu me fumasterat.
Edhe për këtë një pikturën atje, këtë xhamia atje, unë disa kam bë me fëmastera, si fir acrylic fëmastera, edhe punon shumë e mirë. Të dy me tempera edhe me fëmastera njësoj herë. Okay, what do we have here? Do më thonë, kena xhamin që më spjegove, and what is this? This down here, this basically after like now how it is Olçin, it's like cosmetic store right down here, you know? So, yes. Keni marrë pjesë edhe në talenti im që mbahet edhe në shkollë, në shkollën fillore. Po. Si lindi ideja që t'jeni pjesë le të themi edhe e talentit tim edhe më pas të vlerësohet e uta? Po. Talenti im organizohet çdo vit në shkollën tonë, por këtë vit vendosim që të merrim pjesë, domethënë edhe unë e Teuta për shkak që vjetës kaluar jemi bërë vonë që të marrim pjesë. Okay. Edhe vendosim këtë vit, por çfarë dua të ceki është që Teuta është shumë më e shkathët dhe më e mirë kur është e lirë në vizatimet e saj, kur punon me imagjinatën dhe dëshirën e vet, kur nuk ka një temë të caktuar, që do të thotë, animet, portretet janë sekreti i saj dhe si shtaq edhe me parë arma saj më e fortë. Çfarë kemi aty në emi? Këtu mund të shpjegoj Teuta. Teuta, please tell her what is this, because these are the drawings you did with Vaida. Okay. Ke piktura atje kesh e barke. Edhe to atje kesh si qiell i dërshka. Unë kam pa to ku kam qenë unë to vizatem të Vaida në Mambegu. Okay. Edhe E sjellim pak te kamerën tu ti. Që, shikoj. Që shikoj si e duk. Shkon te Vaida shpesh? Pa. Është kursi që ti e ndjek çdo ditë? Shkon çdo ditë? Pa. Apo kemi një herë në javë? Si shkon kjo? Unë për që me shku të Vaida si adin se kena shumë gjone për me ba të pikturën. Me ba me visa të shosish me laps, me gjyros me drunit, edhe tjera tjem, edhe që këtë punë. Edhe unë për qenë shumë që jemi njësaj të vizatim, edhe shumë e mira janë, unë për qenë shumë bukur. And the other one? The other one, this is a drawing of fishes. For example, this is like a lily pad, and this is like the leaves of the greens. These fishes are, for example, called koi fish. They are Japanese fishes, actually. And I think it's one of my favorite fishes, probably. I think they are just really pretty, I think. Është një imagjinat e madhe, e zhvilluar, por progresin e saj në emi artistik në këtë rast, si e ki parti? Pa dyshim që ka progres. Da me thonë, për dirisa në fillimet e saja ishte më ndrydhur, më e pasigurt në punën e saj, tash është më e lirë dhe teknikat kanë ndryshuar, nuk ka frikë që të përdorë ngjyra të ndryshme, që të përzej, të them, ngjyra të ndryshme, stile të ndryshme, etj. Which is your favorite painting, Teuta? I think, let me think about my favorite painting for a second. Wait. And why? Well, let me see if it's somewhere here or something. I think, wait, maybe I like this most. Okay. Which is this one right here. And why is it so special? Tell her. Because, do you know why? This is, I think, this is a mask of Muliali, probably, if I am correct. Which is your grandpa's. Yes, that's my grandfather's, and the coloring is like very unique and colorful, and I think that it's like what I like the most. It's kind of like detailed, and it's like some are like with acrylic markers, and some are with paintings, for one of the examples. So. Shumë e bukur. Noemi, çfarë do doje ndoshta të ndaje një moment veçantë së bashku me Teutën edhe me pikturat, me animet e saj? Ka shumë momente të veçanta me Teutën, ka një karakter shumë special, shumë specifik, por një ndër momentet më të bukura do të thoja që ishte ekspozita saj për ditën e shkollës, të cilën arsimtarja Mersiha Resulbegu ja dha komplet anën e murit, si shihet në foto, vetëm për vizatimet e Teutës. Aty në fakt e pa gjithë shkolla talentin e saj dhe
ishte si një çudi. Ke pas emocione ishte të? shumë e lumtur, po. Ke pas emocione të kur ke parë gjitha animet aty të vendosura në mur? Ke qenë e lumtur? Po, shumë e lumtur, ata foto atje ke shoqe jeme, klasa jeme, ta janë shumë e mira. Edhe ta shikoj kesh pikturën jeme to moj talenta. Edhe kesh suse historize jeme. Maj mira të botë, maj bukur. Kesh pikturën jeme të punu, të fokasune. Atër kemi vendin special nga talenti im. Po, edhe kja ish me laps atje, kja njësaj. Dhe me thonë, detajet më sakt i bën kur punon vetëm me laps, ose me marker. është shumë e kujdesshme. Dhe me thonë, ishtë duket... Unë i shikoj edhe mund të themi që i ka realizuar një artist i madh. Edhe në fakt janë të realizuara nga një vajzë e re, që është Teuta, me gjithë talentin e saj. Kemi mirënjohjen këtu nga talenti im për vendin special, edhe gjithashtu kemi mirënjohjen për pjesëmarrjen në projektin talenti im. A ndikon pozitivisht Noemi që arti le të themi të jetë pjesë e jetës së Teutës? Absolutisht që po. Arti për Teutën i ndjenjën e përkatësisë të them. Është si një lloj ure komunikimi edhe me fëmijë të tjerë, edhe me fëmijë që kanë talent, njësoj si Teuta që kanë një artin interesim të themi, por edhe me fëmijë tjerë që e admirojnë artin e Teutës. Është padyshim një shtys shumë i madh nga të gjitha aspektet për Teutën. Për sa minuta apo për sa orë, sa hate përfundon një pikturë apo një anime? Sa kohët me? Me pa, për bele këtë pikturë si ish me anime si janë me laps atje, kja duket se ka qenë për dishka si, me pa, 2 ose 4 javë dishka si këtë, dhe edhe pak si një moj dishka. Edhe këtë atje to si ish Gjamia Moljale atje, kja si ka qenë si gjyshje jeme atje, kja duke se ka qenë për dishka një javë ose dishka, 2. Kja to si ish prej moj talenta kam pa për disa sahati dishka si 2 ose dishka, 2 sa dishka. Do të Teuta është e lidhur le të themi me pikturat e saj emocionalisht, por edhe me ato si që është le të themi edhe një pjesë e familjes që ka shkuar në këtë vend. Kështu që janë lidhura të gjitha. Absolutely, okay. Tute, çka kishe dashur ti në të ardhmen? Për shembull, me pas një ekspozit më të madhe? Po, une du me marrë një ekspozit, edhe bele du me pas si ma pikturë si ish me anime, bele për njerëzit për me pagu, edhe këtë gjana edhe tjera, edhe këtë pune. Bele, edhe që këtë punë. Me pa ma që ka qenë tesh, to take like commissions for anyone who wants to take a commission of my drawings. For example, if anyone wants to make a drawing of them, like a paper, maybe like digital art or maybe just a canvas, it can be like, I don't know, any type of price. It kind of depends, like if I want to draw I guess like the head, the body and so on, basically, like stuff like that. So yeah, it kind of depends the price. Me pikturat ti nuk I ke shfaqur vetëm në Ulqin, por ke qenë edhe me Vaidën edhe në Durrës, apo jo? Pa, kam qenë. Si ka qenë atje? Ka qenë super për mua, shumë e bukur. Edhe tana si ka pikturu janë shumë e bukura, edhe ne pëlqen shumë tana si ka qenë, shumë lezet, edhe këtë punë, edhe për jeme, edhe për mua, edhe vizitimi jeme si këtë pak, si të shka bukuresh për qenë. Noemi, besoj se Teuta përfundon ciklin le të themi të shkollës fillore. Por për ty si do të jetë të shkëputësh në një farë mënyre nga tuti? E vështirë, seriozisht. Neve në shkollë na thonë edhe që ngjasojmë, edhe nga karakteri. Ne jemi lidhur shumë, seriozisht. Por Teuta duhet të mbaj mend që ka rrugtimin e saj, ka si të them të ardhmen para dhe duhet të fokusohet në atë çka ishte dëshira saj edhe në atë çka ishte synimet e saj më të rëndësishme. E për nga pikpamja jeme deri tash është vizatimi padyshim. Tu do të vazhdosh me pikturën? Po. Ke vizatuar edhe në vazhdim?
kam dashur në përqen, unë shumë për me pikturu. Unë dëshiroj shumë suksese. Unë dëshiroj shumë suksese, për me dëshiroj më shumë sukses, and for example, to like have more enjoyment in drawing, maybe make more paintings for the future, and maybe like take more commissions and so on. Maybe people who want me to draw them or something like that. Like, if they want, of course, I don't mind. I wish you all the best. Thank you very much. Faleminderit. Faleminderit TV Teuta. Goodbye. Faleminderit TV Teuta, faleminderit Dafni. Faleminderit shumë. Ka qenë kënaqësi dhe uroj shumë që të gjitha pikturat edhe vizatimet e Teutës në të ardhmen të jenë ashtu siç edhe tham në ekspozita më të mëdha, sepse talenti i saj shihet që është i madh. Tuti, thank you. Faleminderit Noemi. Faleminderit shumë. Shikues të televizionit Teuta, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, ja që talenta në Ulqin ka mjaft, një ndër ta është edhe Teuta. Mirupafshim.